Në këtë natë të madhe të Kurban Bajramit, kur zemrat dridhen nga madhështia e sakrificës dhe kur shpirti kërkon edhe më shumë afërsinë me Zotin, ju drejtohem me përullësi të thellë dhe dashuri të sinqert në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, në emër të institucioneve të saj dhe në emrin tim si mufti i Republikës, për t'ju përcjell për këtë festë kaq madhështore, festën e Kurban Bajramit, urimet më të përzemërta, duke lutur Zotin e Madhërisëm që kjo ditë e bekuar t'ju gjejë me zemra të qeta, me shëndet dhe mirëqenie, me familje të bashkuara dhe me besim të thelluar në vlerat më të larta shpirtërore. Kjo natë është edhe për kujtim i përjetshëm i dëshmorëve tanë, i nënave që ende nuk gjetën eshtrat e bijve dhe bijave të tyre, i fëmijëve që u rritën pa përqafimin e prindit, por me krenarin se ata ishin pjesë e një sakrifice të shejt për liri. Sot kur ne therrim kurbanin, e dim se çdo pikë gjaku që rrjedh nga kurbani është betim për të qenë më të drejtë, më të mëshirshëm dhe më të përkushtuar ndaj Zotit dhe ndaj njëri tjetrit. Sot kur miliona besimtarë janë në tokën e shenjtë të Mekës dhe ku do ta kalojnë këtë ditë në rrafshnalët e Arafatit, e në mesin e tyre gjenden edhe haxhilerët nga Kosova, të cilët janë duke e përjetuar haxhin, udhëtimin e jetës me lutjet e tyre drejtuar Krijuesit për falje gabimesh, shëndet dhe mirëqenie për familjet e tyre, për popullin ton dhe siguri për vatanin ton.